Nuk e besoja se sa shumë njerëz do më pyesin për këtë video të ripostuar në storin tim nga një profil në Instagram. Shumë për tyre më pyesin ku është, nuk besojnë që është në Shqipëri, po i them me pak fjalë. Po, janë pamje të jashtëzakonshme të lumit të Shalës që një guid shqiptar, Emanuel Pietri, i ka xhiruar në ditë të ndryshme dhe i ka postuar. Unë thjesht kam bërë një ripost. Pamjet janë të mrekullueshme. Lumi i Shalës është në veri të Shqipërisë, nuk është shumë larg nga Tirana, mund të bëhet dhe brenda ditës, megjithëse ka një rrugë me makinë dhe më pas, pra rreth 2 orë ca me makinë dhe më pas rreth 2 orë me varg. Është absolutisht manice. Ndiqeni videon deri në fund.